Erdhi më pas ajo në Kosovë, pas sa vitesh? Po erdhëm pas 10 vite. Unë kam marrë për çdo vetë, po ajo erdhe pas 10 viteve. Si ju duk Kosova? Me Kosova? fëmijë, pas bukur, Kosova është e bukur për gjithkund. Ajo tani që kemi shtëpinë, ajo vetëm me zipret të del në pension. Edhe të vini këto, a? Vi të jetoj këtu. A, sa bukur. Fëmija, si tam të dytë, vajza e djali, flasin gjuhën, kanë marrë në shtetësinë e Kosovës, edhe çdo pushim që kanë dëshirë të vinë. Si ju duket atyre historia juj? A ka bo pyetje, a ju ke tregu se është nga këto historitë romantike që ke shumë qejf me dëgju, pra, ças bë njeriu për dashurinë. Si ndiheni kur ua tregoni fëmijëve, kur ja spjegoni gjitha këto që keni kaluar? Po habiten, gjithë një dëgjojnë, se unë tham të drejtën me vështërsitë që kam pas, me hynë në Britani, kanë intervenuar edhe deputetët nga Kuvendi Britanisë, apo Mbretëria e Bashkuar. Ka pas njeri apostafat që ka ndërhy për mua, që ma ka ndalu. Ka dokumentat që kam që kanë arë nga atje, nga këtu kanë shku atje, apo kupton. Edhe fëmija i din gjitha këto, po të dyte kanë pranu se janë shqiptarë.